po, se ta është për shembull të nëse e din xhepin tënë që ki pak ma shumë, edhe e thu me një fjalë, është shumë pa lidhje mjalon që ka çpare. Do me thonë, është një barë, se ta është pjesa, kur të vjere pjesa sezonës, që është ashtë në maherë, duhet komplet një pagë me nda, që do me thonë kime shkun që të dasma, që ka çpare kemi a thonë se është mare, ta është i te, ose për shembull me një qmim shumë të s'po përmendi shifra, me një qmim shumë të vogël, jo tani e kap kamera, është shumë pa lidhje. Do me thonë, është bo barë edhe për ato, për dasmorin që shkon dasëm, do me thonë për çmimi soj alen. Mirë, po nuk është obligative, Nuk është obligative, po është që më barë. Që ta përmeni një rast, Argnis, si organizator, kur e kom planifiku një dasëm, tash ka qenë familja diasporës, pe i Prizrenit ata, edhe më kanë kallëzu, më kanë pyet cilat janë elementet që bëhen dasëm, edhe puna, thash, a e keni marrë thash kutin e zarfa, sa unë do na me tregu, ajo është pjesë e procesit, tha qa është pjesa e kutis, thash që shtu thash kur vinë thash mësafer të lojnë, jo, tha tonë e tha nuk ka. Të nam ftesa e kam e bush bëj tha në forcat mija tha darsme, nuk e obligoj tha kërka më prupare, tjetër është që se gjatë vallëzimit i lojnë nusës naj pare, për ndryshe ka shumica që e bojnë pa pjesën e zarfave, momentin që ti do me bo një darsëm, atëherë dosh me bën forca tua. Ajo pjesa e zarfave. Sepse diçka që për vrejet kohëve të fundit është që po e lën në një kuti aty para derës, edhe kamerën aty te kutia, po si duket me po se kush ka vendos zarfën. Po është ka pas raste që ka bërë një sistem pak më ndryshe, që vitet e fundit në Ravec ka filluar me ndryshu shumë kjo. Te na, po foli veç për Ravec. Në fund të ftesës